Ade, dhe Maria, ti edhe një test që thuhet që agjentuarat e huaja duan të destabilizojnë Shqipërinë nëpërmjet rekrutimeve që kanë bërë në element saktuar në SPAK. E ke pa të teori konspirativa, apo ke konkrete? E ngre si pikpyetje. Si pikpyetje. Duke pa gjitha veprimet që i bën Merion Velin, duke pa dhe lajmet që kanë dalë në media këto ditë që prokurori ka qenë familja e tij në Greqi, që nuk ka se të keqe, se janë miliona shqiptarë, kanë ndërru fen, janë bo ortodoks, janë bo grek të deklarum, e drejta tyre prap. Dhe ky ka shku një kurs 3 mujor në vitin 93, ku kalon shkollën për 3 muj për shku për një kurs filozofie, asfalia, që mund të këtë qene e kurse, nuk di kurse 3 mujore filozofie, dhe duke pa situatën politike në Ballkan dhe Morgjër, gjitha zhvillimet që katapultohet në sistem në mënyrë palishme, thuaj, se kjo është shumë rëndësishme. Katapultohet në sistem në mënyrë palishme. Do të thënë, mbasi i shef gjitha këto, po shef dhe një dinamik katapultohet në mënyrë palishme, a mos palishme. kemi një segment dhe duke pa gjitha ngjarjet, veprimet e opozitës, duke fillu që me Belerin e kandidimin e tij në marrët historike dhe si që i kemi qarta gjithë, mendoj që është bo kjo punë për të godit qeverinë aktuale për qëndrimin që ka me Greqinë, që acaroj dhe Rama më shumë me vizitat e tij. Ka Muço, ka teorikisht mundësi që një agjenturë, disa agjentura tuaja të kenë piketuar dhe të kenë rekrutuar persona në SPAK? Ka interes? Zotëria për fletë për Greqinë? Po, e ka të Greqia kërështë? Greqina, Italina, kush mund tjetë? Si pas sistemit ndërkombëtar të 5 syve, sistemit inteligent, ne bëjmë pjesë në ato lloj institucionesh inteligente që kemi partneritet me të gjitha organet e tjera homologe që janë kuadër të NATO-s. Edhe EYP grek është pjesë e institucioneve partnere në kuadër të NATO-s, pra që ndihmojmë njëra tjetrën. Pra nuk jemi vënde jo mike, jo partnere, që të shikojmë mundësinë e veprimeve armiqësore, destabilizuese e kështu me radhë. Pse? Sepse prishet një regjim i tërë ndërkombëtar juridik që ka vendosur këtë balancë. Tani këto 5 syt apo 5 eyes, mos janë bërë 4 eyes tani? Mos janë bërë 4 syt? Jo, 5 janë, kanë ngelur 5 akoma, madje rrezikohet bën 4. Se së fundi së fundi ka pasur komunikim. Britanikët shumë thanë që rrezikohen bën 4. Jo, ka pasur komunikim të vazhdueshëm. Ato nuk shuhen kurrë. Apo shkelje syri. Edhe në gjendje lufte ato nuk shpërbëhen.